Fare nuk i përgatita mysafirëve për darkë, duke filluar nga kjo tava me të brëndshme gjeli dhe një bukë mishri të bërë vetë. Shikoni pak se sa i mirë doli. Dhe thënë vërtetën këtë darkë nuk e kam përgatitur vetë, kam pasur edhe pak ndihmë nga zonja mama, por doli darka fantastike dhe ajo që ishte më e rëndësishme është që mysafirëve u pëlqeu. Do fillojmë të përgatisim bukën e mishrit të bërë vetë në shtëpi që del shumë e butë, 2 vezë, pak vaj ulliri dhe kos. Do të shtojmë dhe kripën, mami ime ka çik dorën e rënë me kripën, kështu që ju mund ta bëni më me pak krip. Dhe ky është sekreti që buka e mishrit del shumë e mirë, është miell mishri bio i bërë vetë. Masat për ingredientet do t'i keni të listuar në komente, kështu që shkoni te komentet. Pasi të keni arritur këtë konsistencë, do ta shtroni në një tavë me vaj dhe do ta vendosni në furrë në 150 gradë për 20-25 minuta. Pasi të ketë dalë nga furra, do ta lëni që të ftohet dhe buka është gati. Në një tepsi tjetër do të hedhim 1 kg oriz dhe 2 litra nga lëngu që kemi zier gjelin dhe të brëndshmet. Do t'i vendosim në furrë në 200 gradë derisa orizi të ziejë. Pastaj përgatita një sallatë shpejt me domate gjershi, qep, kastravesa turshi edhe djath. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Dhe shikoni pak se sa e shishme ka dal tava me oriz dhe të brëndshme, ajo buka e mishrit e ngrohtë që doli perfekte dhe sallata. Faleminderit shumë që e ndoqët video, mos harroni të bëni like, shihemi videon tjetër. Ciao.